Patriot është ai i cili e don vendin e vet dhe kontribon për vendin e vet dhe sakrifikon për vendin e vet dhe punon për vendin e vet dhe rrin vendin e vet. I ndihmon popullin e tij, e edukon popullin e tij, e ndihmon popullin e tij, e ndihmon shoqërinë, e ruan vendin e tij. Pra atë feja islame na mëson që na aty ku jetojmë, ta ruajmë na pastërtinë, ta ruajmë na ambientin, ti dojmë njerëzit. Pa të ka thonë pejgamberi sa el muslimu men selime el muslimune min lisanihi wa yadihi, musliman taman është ai që njerëzit të tjerë janë rahat prej gjuhës së tij dhe prej dorës së tij. Andaj një njeri nuk mund me qenë patriot i mirë, nëse i ofendon të tjerët, nëse i shan të tjerët, nëse i urrejn të tjerët, nëse ju bën keq të tjerëve. Pra ai i cili bën vepra të mira për të mirën e popullit të vet edhe për vendin e vet, që është patriot tamam edhe te Zoti edhe te populli.